Veprimtari i çështjes kombëtare, Bardhyl Mamuti, njëherët edhe Taja i Shpat Kasapit, ka reaguar ashpër ndaj udhëheqësve politik shqiptar të Tetovës. Sipas tij, institucionet nuk respektuan zyrtarisht dhimbjen e shqiptarëve dhe familjes së Shpatit pas vdekjes së këngëtarit. Mahmuti madje kujtoi mënyrën se si u trajtua vdekja e këngëtarit maqedonas Todor Proeski në vitin 2007, kur qeveria e Maqedonisë shpalli një ditëzie kombëtare, ndërsa qyteti i tij lindjes Krusheva shpalli 3 ditëzie. Në rastin e Shpat Kasapit, këngëtarit më të popularizuar shqiptar në Maqedoninë e Veriut, nuk u bë asgjë, shkroi Mahmuti në një postim në Facebook. Ai theksoi se këngëtari ndroi jetë më 26 nëntor 2025 në Itali nga një arresti kardiak dhe se transferimi i trupit pa jetë mori 4 ditë. 4 ditë sipas Mahmutit të mjaftueshme që pushteti qendror dhe ai lokal të nderonin zyrtarisht pikëllimin e shqiptarëve. Për turp, ata ignoruan të rësisht dhimbjen tonë, u shpreh ai. Megjithatë, Mahmuti shtoi se një ngushëllim i madh për familjen është numri i jashtëzakonshëm i mesazheve që ka ardhur nga mbarë bota. Në fund, ai përshkroi Shpat Kasapin si një yll drita e të cilit do të vazhdojë të shihet edhe për shumë shekuj.